Show! Full Ship Show! Full Ship Show! Full Ship Show! Jema! Na jena diaspor, na jena Full Ship Show. Na jena diaspor, na jena Full Ship Show. Full Na jena Full Ship Show. 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 Full ship. Full Ship Show, yeah! Po, shkullje flokësh, tërmet! Jonas! Mirëmbrëma, ju përshëndesim nga show Full Ship. Mirëmbrëma gjithë shqiptarëve në mban botës ku do jeni, edhe sonte siç do javë tjetër nga shtëpia më e madhe dhe më e bukur e diasporës shqiptare në zemrën e Zvicrës, Full Ship Show gjithmonë me juve. Emisioni më i dashur, më i mirë, më i shikuar që shikoni gjithmonë dhe na komentoni gjithmonë dhe ju falenderojmë nga zemra që qëndroni me neve dhe na doni kaq shumë dhe pasha nonën edhe ne ju duam shumë edhe punojmë për juve jashtëzakonisht shumë. Marrësh sonte do kemi një intervistë interesante, do kemi edhe reportazh patjetër, por ajo që është sonte është intervista e shumë pritur, pasi e kemi përmendur pothuajse në çdo emision se është një kontribut i çmuar dhe kontribut me vlera të gjuhës shqipe, i cili na vjen nga autoriteti i mediave audiovizive nga Shqipëria, me të cilën kemi bashkëpunim realisht të ngushtë këtë sezon, rubrika Mëso Shqip në Full Ship, që na jep mundësinë për të zëvendësuar të gjitha shprehjet e huaja që përdoren në radio televizione, gjithandaj, por jo vetëm në radio televizione, edhe në shtëpi, për në rrugë, për lokale, këto t'i bëjnë ndaluara. Dhe AMA, Autoriteti Media Audiovizive me kryetare zonjën Armela Grasniqi, na jep mundësinë për t'i zëvendësuar me shprehje shqip. Dhe sonte do kemi ekskluzivisht për intervistë zonjën Armela Grasniqi nga Tirana në Full Ship Show. Kështu që, pas pak, qëndroni me neve. Marash Loqka, je gati? Gati. Partner tan. Faleminderit shumë, IBAS. Eröffnen Sie ein Konto bei IBAS und sobald Sie das Paket Integra auswählen, erhalten Sie automatisch 1.000 € zinsfreien Kredit für 30 Tage, 3 kostenlose Überweisungen aus Europa pro Monat, unabhängig vom Betrag, sowie eine Krankenversicherung für Krankenhausaufenthalte bis zu 25.000 €. IBAS është institucioni online financiar i cili na jep mundësinë për të dërguar para në Kosovë nga Europa pa kosto. Ose, në fakt, vetëm me shërbimin e fundit e kemi pa kosto, përndryshe pavarësisht shumës kushton 3 €. Në qoftë se ju merrni paketën Integra përmes IBAS, keni 3 transfera gratis në Kosovë pa marrë parasysh limitin e dërgesës. Përndryshe keni edhe keni 1.000 € automatikisht kredi pa interes për një muaj. Keni edhe deri 25.000 € shërbime spitalore nga paketa Integra me IBAS. IBAS, faleminderit shumë që je me Full Ship Show, të duam shumë. Faleminderit shumë Pristina Ticket. Pristina Ticket, der größte albanische Reiseveranstalter, bietet Direktflüge von Basel, Zürich und Genf nach Pristina an. Fluturoni pa turbulenca nga Prishtina në Zyrich, në Gjenevë, në Basel dhe në 16 destinacionet e Europës. Me Pristina Ticket keni mundësi me çmime të lira, konkurruese patjetër, padyshim që s'ka konkurrencë me çmime e Pristina Ticket, por më e mira është që me këtë çmim ju mund të rezervoni edhe ulsen, apo karriken, apo serdilen, apo si i themi ne, në aeroplan. Gjithmonë brenda aeroplanit, jo jashtë aeroplanit. Brenda aeroplanit keni mundësi me zgjedh vendin që dëshironi me atë çmim. Ekskluziv, e keni edhe bagazhin e dorës dhe kuferin që futni në luksin apo stomakun e aeroplanit. Faleminderit Pristina Ticket. E kam një patriotë të time këtu, Alida Cenaj, mirë se ke ardhur në Full Ship Show. Respekt për ty, mirë se ke ardhur, kemi këtu sonde nuk ka si shansë mos me përshëndet patriotin time nga Puga, nga Shqipëria, cilën kam kënaqësi që e kam sonde si shikuese, në fakt ka ardhur për ta respektuar patriotin e vet, edhe unë nuk dua të shkoj pa ja përmendur emrin dhe ta falendëruar.
Faleminderit Ozone Hair Clinic, Yes. die Experten für Haartransplantationen in Pristina und in Shkup. Faleminderit shumë Ozone. Ozone Hair Clinic me mjekët më të mirë që ka Stambolli të ardhur në Prishtinë, të cilët bëjnë mbjelljen e transplantit flokëve pa efekt anësore, pa dhimbje, pa probleme. Me në rezultat të shkëlqyer të gjitha rrugët vetëm te Ozone Hair Clinic për të ndjerë rehat. Faleminderit shumë Valmira Xhani që je me Folship Show. Faleminderit schon Advanced Dental. Das Advanced Dental Center in Pristina bietet zahnmedizinische Versorgung mit modernster Technologie und einem hauseigenen Labor. Ein erfahrenes Team von Zahnärzten sorgt für eine sehr hohe Behandlungsqualität. Faleminderit shumë. Buzëqeshja vjen vetëm nga ADC Kosova. Në gjitha rrjetet sociale e keni ADC Kosova. Advanced Dental Center në Prishtinë me doktorin e mirënjohur Fisnik Mekaj, i cili është doktori i të gjithë KFOR-it në Kosovë me mision në Kosovë dhe të gjithë ambasadave apo ambasadorëve që janë me mision në Kosovë. Doktori më i mirë, klinika më e mirë me 50 veta staf. Mos e ndroni, ADC Kosova. Faleminderit AM Food, Ihr Partner für den Vertrieb von Spezialitäten aus dem Balkan mit eigener Metzgerei. AM Food beliefert Lebensmittelläden, Imbisse, Restaurants und Privathaushalte in der ganzen Schweiz. Faleminderit shumë. Supozojmë që i rregullua dhëmbët e ADC Kosova, për t'i testuar, duhet më ngrënë mishin e AM Foodit. Pra, mish tert, mishin jom, të gjitha produktet e Ballkanit, shija vendlinjes vetëm me fabrikën gjigante në AM Food. Fadil Jakupaj, vëllezrit Jakupaj, faleminderit shumë që jeni me Folship Show për të 4-ën vit radhazi. Pa! Faleminderit M-Transport. M-Transport bietet Haustür-zu-Haustür-Transporte zwischen der Schweiz, Deutschland und Kosovo an und behandelt jede Sendung mit größter Sorgfalt. Faleminderit. Prej derës e nder nga Kosova në Gjermani dhe në Zvicër u sjell mallrat shpejt, sigurt dhe mirë M-Transport. Po ashtu edhe nga Zvicra nga Gjermania u dërgon në derë të shtëpisë në Kosovë M-Transport. Unë kam përborë që t'ja u nxjerr vizitkartën dhe numrin e telefonit, Viber, WhatsApp, gjitha. Merrni, kontaktoni dhe janë më të mirët, më të shpejtet, më të sigurtit dhe me garanci. Mësojmë pak shqip. Po, kalojmë të ora mësimit shqip, mëso shqip në fol shqip. Vazhdojmë sot, nxënësit kanë ardhur gjithë, besoj. Okej, vazhdojmë Marash. Vazhdojmë me orën e mësimit, ku përsëri, pavarësisht se si e servirim ne, është një kontribut që duhet vlerësuar dhe respektuar dhe realisht ne e Eduard Trokasim çdo javë nga autoritetet mediave audiovizive në Shqipëri, na jep mundësinë që të zëvendësojmë shprehjet e huaja tashmë që janë bërë pothuajse pjesë e përditshmërisë në media apo në radio, por edhe në jetën tonë përditshme, që nuk janë shqip. Dhe pse mos t'i zëvendësojmë me shprehjet tona të shenjta shqip? Pra, nuk ka gjuhë më të mirë se gjuhën shqipe jar. Për ndryshe ja ku i kemi edhe mundësitë të zëvendësimit. Shans. Nuk është shqip shans? Nuk që ka shqip shans. Po, sa interesant. Shans. E shikon se edhe unë kam nevojë më fut prej fillimit në klasë parë dhe herë edhe me kuptu që disa gjëra nuk janë, disa shprehje janë tona. Shans nuk e kam ditur kur në jetën time që nuk është shqip. Tashi kjo shprehje zëvendësohet me mundësinë në gjuhën shqipe. Pra, mundësi. Shansi që ka mundësi. Po, shans pra, e përdoret. kemi edhe një shans, e kemi edhe një mundësi. E kemi një shans mos përdoret më, bie poshtë. E kemi edhe një mundësi. Shumë e bukur. Tur, pra një tur, turne, bla bla bla, gjitha këto që i themi dhe i flasim, realisht gjithmonë i përdorim këto, nuk duhet përdorë, sepse që ka shprehje huaj Marash. Ashe huaj. Zëvendësohet me Udhtim ose rrugtim. atëherë udhtim dhe rrugtim janë në gjuhën shqipe. Eminent Eminent nuk që ka shqip. nuk ka shqip. Pra, eminent, në qoftë se e keni dëgjuar në për debate që flitet për eminencë, ishte eminent, jemi eminent, bla bla bla, gjitha këto nuk janë të gjuhës shqipe. I Është i shuar i famshëm. Pra, eminent është i shuar dhe i famshëm. Të dyja këto kuptime e zëvendësojmë në shprehjen eminent. Fjala Vibe i mirë, s'kam vibe, kishte vibe, është një gjë, një shprehje që përdoret shumë realisht. rinia përdoret. Rinia përdorin shumë edhe në Kosovë, por edhe në Shqipëri dhe gjithandej vibe. Pra, vibe nuk është e jona. Atëherë, vibe i zëvendësohet, Sa fjale mirë, ndjesi. ndjesi, atmosferë e mirë. Pra, ku ka gjë më të mirë se sa thuash, ishte një atmosferë e mirë sot në mesin ton ku sot po kalojmë së bashku gjithë ta njerëz. Pra, atmosferë, jo vibe. Pse vibe? Ma mirë se shumë vibe i mirë njeri. Po hej njeri, hej cool njeri, yes, nice njeri. Po hiqi këtë shprehje vëlla, ku ka më mirë se sa atmosferë apo ndjesi e mirë.
Racional. Jam racional, ishte racional, bla bla bla. Pra, gjitha këto dëgjohen nëpër media, nëpër radio, gjithandej duhet zëvendësuar fjala racional me fjalën e arsyeshëm. Ku ka më mirë se arsye, arsyeshëm. Shumë më mirë. Apo jo? Shumë më mirë. Pra, kur e mendon marrash, jo që është gjuha jonë, por realisht është gjuhë shumë e mirë. Po, është gjina mi përdor fjalë të huaj të i pas kaq fjalë të bukura në shqipe. Fragile i brisht. Pra, fragile nga italishtja mund të vi kjo. Po. Fragile, pra e përdorin shumë, por nuk është e jona, është italishtes, pra duhet zëvendësuar me i brisht apo e brisht. Kontribut, realisht kam menduar që është shqip, por nuk që ka shqip, edhe kontribut. Përdoret edhe në tjera gjuhë. Contribute. Contribution, Ja. anglisht për shembull. Kontribut që ka ndim, pra kam dhënë kontribut, nuk thuhet. Ma, do më thonë, shprehet, por nuk është shqip. Kam dhënë ndim, do ishte më e mirë, ndim, pra kam ndihmuar, ha? Po. Besoj është më e kuptueshme dhe më e mirë dhe më e thjeshtë. Neglizhoj, neglizhencë, neglizhuam, kanë neglizhuar, pse neglizhove, su deshtet neglizhonim, bla bla bla. E ka një kuptim tjetër, lë pasdore apo mungesë kujdesi, neglizhim. Pra, e ke parasysh që përdoret, po mos kisha neglizhuar, do kisha fituar diçka, por kjo zëvendësohet, po mos ta kisha lënë pasdore, apo po mos tisha kujdesur, apo jo? Mungesë kujdesi, po Mos të kisha lënë pasdore, për shembull. Zëvendëson neglizhencë, neglizhoj. Hiqet, neglizhoj nuk është shqip, me pak fjalë. Hezitim, edhe ky hezitim është shprehje shumë e përdorur që e kemi dëgjuar dhe e kemi përdorur dhe vetë, realisht nuk që ka shqip. Hezitim është ngurim. Pra, mos ngurojmë, po ngurojmë. Dilem, pra dilem është një shprehje me dyshje, pikpyetje. Po. Apo jo, është ka me shkulla, majtës apo djatës. Po. Dilem nuk është shqip. Më Gjermanisht. dyshje është shqip edhe më mirë s'ka. Ose këte, janë dy rrugë. Më dyshje. S'ka gjë më të mirë, autoriteti media audiovizive me kryetar Mela Krasiqin, meriton Gjordo Kitli. Barash, do shkojmë deri në Cyri, Shkojmë. tek Astrid Nerecaj, është miku im, i cili prej ditëve të para që kam ardhur në Zvicër e kam njohur dhe kam një shoqëri shumë të mirë me të, ka një restorant shumë të mirë dhe shumë të frekuentuar në Cyri dhe dua të shkoj ta vizitoj pak suksesin e tij në Cyri dhe kthehemi për pak minuta. Astrid na prit.